Ushtria e Iranit ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara mund të jenë duke negociuar me veten, ndërsa Shtëpia e Bardhë reklamon bisedimet me Teheranin për t'i dhënë fund luftës. Zëdhënësi i ushtrisë iraniane Ebrahim Zulfakar është ardhur me udhëheqjen amerikane në një mesazh hiperbolik të transmetuar në televizionin shtetëror të mërkurën, duke thënë se epoka e premtimeve tuaja ka mbaruar. A ka arritur niveli i konflikteve tuaja të brendshme në pikën ku po negocioni me veten tuaj? Pyeti Zulfakar, zëdhënësi i shtabit qendror Khatam al-Anbiya, Komandos së Bashkuar të Forcave të Armatosura të Iranit. Presidenti i SBA Donald Trump ka shprehur optimizëm se një marrëveshje ishte afër dhe tha se zëvendës presidenti J.D. Vance dhe sekretari i shtetit Marco Rubio ishin në negociata tani, por Teherani ende nuk i ka konfirmuar bisedimet, duke thënë vetëm se mesazhet kishin kaluar nëpërmjet ndërmjetësve. Fuqia strategjike për cilën dikur mburreshit është ndërruar në një disfat strategjike, tha Zulfakari, duke shtuar se çmimet e energjisë dhe naftës nuk do të ktheheshin në gjendjen e mëparshme, derisa udhëheqësit amerikanë të fshinin idenë e sulmit ndaj Iranit nga mendjet e tyre. Çmimet e naftës janë ulur këtë javë pasi Trump ngriti mundësinë e bisedimeve, por mbeten shumë të larta se sa ishin përpara luftës. Trump tha të hënën se Teheranit ishte dhënë një listë me 15 kushte të SBA-s për paqe, përfshirë edhe braktisjen e çdo plani për të ndërtuar armë bërthamore, dhe që Iranit ka thënë më parë se nuk mund të negociojë me SBA-n, pasi e ka sulmuar vendin dy herë gjatë negociatave të nivelit të lartë në 2 vitet e fundit. 4 javë pas fillimit të luftës që ka vrarë mijëra njerëz, ka krijuar tronditje energjetike më të madhe në histori dhe ka ndezur frikën globale të inflacionit. Forcat mbrojtëse izraelite thanë në një postim në Telegram se kishin nisur një valë sulmesh që synonin infrastrukturën në të gjithë Teheranin. Agjencia gjysmë zyrtare iraniane e lajmeve SNN tha se sulmet goditën një zonë banimi në qytet, ndërsa ekipet e shpëtimit po kërkonin në Rënoja. Kuvajti dhe Arabia Saudite thanë se kishin zmbrapsur sulme të reja me dron, pa deklaruar se nga kishin ardhur. Dronët shënjestruan një rezervuar karburanti në aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit, duke shkaktuar një zjarr por pa viktima, tha autoriteti i aviacionit civil të Kuvajtit. Garda revolucionare e Iranit tha se kishte nisur një valë të re sulmesh kundër vendeve në Izrael, përfshirë Tel Avivin dhe Kiryat Shmona, si dhe bazave amerikane në Kuvajt, Jordani dhe Bahrein, raportuan mediat shtetërore iraniane. Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të martën se SBA-t ishin në negociata me njerëzit e duhur në Iran për t'i dhënë fund luftës, duke shtuar se iranianët dëshironin shumë të arrinin një marrëveshje, ndërkohë aksionet u rritën dhe çmimet e naftës ranë të mërkurën pas raportimeve se SBA-ja po kërkon një armë pushim një mujor dhe i ka dërguar Iranit një plan prej 15 pikash për diskutim, duke rritur shpresat për një rifjellim të eksporteve të naftës nga Gjiri Persik.